duke marrë parasysh dinamikat e zhvillimit. Sigurimi e madhe në shkolla po synohet t'i ofrohet nxënësve në komunën e Prizrenit. Në dokumentin për projekt strategjin për sigurinë e institucione arsimore përfshihet siguria fizike, shëndetësore, kibernetike, parandalimi i abuzimit me substanca, gjithëpërfshirja e komunitetit dhe barazia, si dhe sigurimi i transportit. Mirëpo drejtorët e shkollave dhe shoqëria civile në këtë komunë gjatë hënës paraqiten disa propozime për ndryshim në këtë dokument. Ta me Policinë e Kosovës pak me u angazhu edhe me tërheq vrejtjen edhe inspektoratit që mos mi u dhanë fëmijëve gjana të tilla, as mi u shit. Të shtohet edhe infrastruktura shkollore për siguri për fëmijët me aftësi të kufizuar. Po drejtoresha e arsimit tha se kanë planifikuar gjithçka me këtë projekt, madje listoi edhe disa nga aktivitetet që parashes strategjia. Sigurimi ndërtesës, menaxhimi vizitorëve, kontrolli i qasjes, monitorimi hyrje-dalje, ushtrimet për emergjenca, trajnime për mësimdhënës, përmes të cilëve do trajnohen edhe nxënësit, pajisje për siguri të zjarrit, trajnimi i stafit dhe nxënësve, monitorimi i sjelljes së jashtme. Deri më tani pak komuna kanë hartuar planin për sigurinë në shkolla.